Aksidentoi rënd një këmësore në Sarandë dhe u largua nga vendngjarja, identifikohet dhe vihet në pranga drejtuesi automjetit. Ndalohet një tjetër drejtues në gjendje të dehur në qytetin e Vlorës. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Sarandë arrestuan në flagrancë një 77 vjeçar, banues në fshatin 6, pasi më datë 11/4/2025 në rrugën e fshatit Metoq, duke drejtuar pa leje drejtimi një mjet bujqësor, ka aksidentuar një 52 vjeçare, banuese në fshatin 6, e cila si pasojë e aksidentit është dëmtuar rënd. Pas aksidentit, drejtuesi i mjetit është larguar nga vendi i ngjarjes, por është identifikuar dhe arrestuar nga shërbimet e policisë. Shtetësia e dëmtuar ndodhet aktualisht në Spitalin e Traumës në Tiranë në kujdesin e mjekëve. Ndërkohë, specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë arrestuan në flagrancë një 43 vjeçar, banues në qytetin e Vlorës, pasi më datë 11/4/2025 është konstatuar duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur në aksin rrugor Vlorë-Kot. Materialet për dy rastet i kaluan prokurorisë përkatëse për veprime të mëtejshme hetimore.